kemi fjalët e Ebu Xehlit, të cilin e pyet djali i motrës së tij. E pyet thot si ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë i ri, ka qenë gënjeshtar, ka qenë, më thon, njeri që ka bërë punë të këqija, jo thot. Ka qenë shumë i sinqert. E thot atëherë pse nuk e keni pasuar? Më thon këto janë të regjistruar fjalët e Ebu Xehlit, armikut më të përbetuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse nuk e besonit? Thot si ta besonin? Thot ne kishim rivalitet me familjen e Hashimitëve. Ata bënin një punë të mirë, ju ndihmonin haxhilerëve, ne ju ndihmonin haxhilerëve. Ata ju ndihmonin të varfërve, ne ju ndihmonim të varfërve. Ata strehonin të pastrehet, ne e bënim të njëjtën gjë. Kur ata dolën dhe thanë prej nesh kemi një pejgamber, e ne ç'mund të bënim, thotë Ebu Xehli. Çka mund të bënim përpos që ta kundërshtojmë? Do të thonë ka qenë inati, rivaliteti që ka qenë mes dy familjeve të fisit Kurejsh, ajo që e pengoi shumë prej aristokratëve Kurejsh të pranojnë thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të rivalitetit të mëhershëm që e kishin pasur. Dhe thot Ebu Xehli thot, ai nuk gënjeu derisa ishte i ri dhe nuk është e mundur që kur u pjek dhe u bë plak më vonë, domethënë të përdorte gënjeshtën. Njeriu i cili asnjëherë nuk ka gënjur derisa ka qenë i ri, nuk është e mundur që pastaj, më thon, pasi që ta kuptoj jetën e të pjekët, e të bëhet, më thon, të stabilizohet si personalitet, atëherë të filloj të gënjej. Nuk është e logjikshme kjo gjë.